Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot po hap një vlog të ri. Është ditë e shtunë, është 8 marsi dhe si fillim doja t'ju uroja të gëzoni ditën e gruas, të femrës, të jeni të lumtura, të plotësuara dhe sa më të realizuara në jetën tuaj. Unë kisha dola me mami Bonën edhe me një kushërirën tonë dhe me vajzat e saj të vogla. Dolëm pim një kafe. Dhe ja kaluam shumë bukur, erdha në shtëpi, ndërkohë futëm edhe të Toptani dhe doja të tregoja dy gjëra që unë kam marrë, por para se të tregoj dhe këtë gjë, sepse kam vënë dhe qumshin për të zjerë dhe nuk duaj që ta derdh. Erdha në shtëpi, kam rregulluar dhe kam sistemuar pak shtëpinë dhe ndërkohë do bëj dhe një banana bread, kam zjerë të gjitha përbërësit që do na duhen, por para se ta përgatisim, do ju tregoj pak edhe një plerje që bëra tek Elsi Waikiki. Unë kam shumë qef fustanet të cilat janë të gjatë, dhe tani që hapet koha dhe është më ngrohtë, këto i kam shumë qef t'i vesh me atlete ose me pupa. Pupa nuk kam, por do shikoj do gjej dhe do i marr. Mora këtë fustanin, që është si tip, jo si tip, por është si këmish, me këto vizat, edhe është i gjatë deri në fund të këmbës, edhe ka këtë lidhse këtu, ngjan shumë bukur, e provova, do ju lë një foto këtu, që ta shikoni se si më ri. Ndërkohë, tezja e Gjesit, mua më dhuroi një fustan për 8 marsit, dhe është ky këtu, që është shumë i bukur, është në këtë ngjyrën si ngjyrë shampanje, jo shampanje, është si cappuccino, edhe është dhe ky i gjatë, ka këto dy çarjet anash, do ja u lë edhe këtë foton ta shikoni, ka edhe këtë jakën V, ndërsa mbrapa është gjithashtu jaka V, po ka edhe këtë ripin kështu. Mëngët i vinë si të varura, edhe provova, më rinte shumë i bukur, edhe më pëlqeu shumë. Edhe ky mund ta veshim tani që ngron koha. Këto ishin dy blerjet. Ndërkohë, siç ju thash edhe nga video e kaluar, unë do bëj vetëm një video në javë. Nëse do mundem, mund të bëj edhe 2, varet edhe nga ditët dhe se çfarë bëj unë gjatë këtyre ditëve. Sot, duke qenë se është e shtunë, edhe mbas dite do dal tek liçeni i Farkës me një shoqe time, do pim kafe. Do ju marr dhe me vete, të shikoj pak mos ka ndodhur ndonjë ndryshim ende nga liçeni. Dhe ndërkohë doja t'ju thoja edhe diçka tjetër, duke qenë se kam nisur 2 praktikat edhe do e kem 3 herë në javë atë tek kompania, do ju tregoj dhe kam menduar, nuk e di nëse ju pëlqen si ide, që unë t'ju tregoj vaktet e drekës që t'i marri me vete në punë, do më thënë t'ju jap ide se si të përgatisim vaktet e drekës që do marri me vete në punë, ide të ndryshme, gjëra të thjeshta që unë i konsumoj edhe pse jo t'ja u tregoj edhe juve. Tani, qendra e Tiranës ishte e mbushur plot e përplot me njerëz, me vajza dhe gra, të mbushura me lule, kishte lule kudo që shisnin, kudo vajzat ishin me lule në përduar. Unë dhurova lule, mora një lule dhurat nga kushërira e Gjesit, por mjafton vetëm një që të gëzoj edhe të bëj të ndihesh mirë. Dhe ishte një ditë shumë e bukur, mbajti fiks kohë me diell për të festuar. Tani të fillojmë direkt me përgatitjen e banana breadi, duke qenë se kam disa banane aty edhe kanë filluar të nxihen, nuk kam ndërmend t'i ha të gjitha për njerëz, kështu që më mirë po përgatis një banana bread që ta kem edhe për në mëngjeset kur çohem për të ikur tek praktika e pasticërisë, edhe pse jo, është diçka shumë e mirë, nuk ka shumë sheqer. Do doja që t'i shtoja mjalt, por duke qenë se nuk kam, do t'i shtoj vetëm pak fare sheqer. Duke qenë se edhe bananet kanë vetë sheqer mjaftueshëm. Tani po ju tregoj të gjithë përbërësit dhe fillojmë nga përgatitja. Atëherë, për të përgatitur banana breadin, të cilin ja u kam treguar shumë herë që e kam përgatitur, por po ja u them edhe tani recetën. Kam këtu 4 banane që janë bërë kështu me pika.
kam kakao, do doja të kisha edhe copza çokollate të zezë, por nuk kam. Kam pak fare sheqer, kam 2 kokra vezë, pak qumësht, miell, gjarpin e shkrir, kanell edhe sot buke. Këto janë të gjitha përbërësit dhe fillim nga puna. Përshëndetje nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim. Kanë kaluar një 2 ditë që unë nuk kam regjistruar dhe mendova sot të hap kamerën, siç e pat në mëngjes, jam çuar, kam bërë një smoothie dhe kam shkuar tek praktika që bëj për pasticcerin. Mbas praktikës dola në qendër të Tiranës, shkova tek Top Tani dhe doja të merrja 1-2 gjëra të vogla dhe thash pse jo, me që isha edhe vetëm, bëra një xhiro, eca pak. Dhe t'ju tregoj pak shpejt se çfarë bleva. Duke qenë se këtu tek shtëpia në Tiranë, tek shtëpia ime domethënë, nuk kam një aromantizues për shtëpinë që ta vendos këtu tek salloni dhe të vi pak era e mirë. Mendova të marr këtë tek Jysku, që e marr edhe në Finland, është e njëjta. Është ky Scented Oil që është clean cotton. Atje ka shumë lloj shmëri në fakt të këtyre, por kjo është e preferuara ime dhe që vjen erë gjithë shtëpia kur e vendos. Pra është kjo këtu. Gjithashtu u futa edhe tek Welli, sepse më kishte mbaruar maska e flokëve. Dhe këtë herë mora një tjetër. Më përpara kisha një të fruktis, më duket, jo, të Garnierit, dhe e ndrova. Edhe ato të fruktisit e kam provuar. Mora këtë të nuk e di se si shqiptohet në fakt, mos ja fus kot. Është kjo këtu. Ishte me hair mask, është me macadamia, moringa oils, coconut dhe babasu oils, nuk e di, është me disa lloj vajrash, edhe thash pse jo. Besoj se floku tim do t'i bëjnë mirë këto që janë me vajra, duke qenë se i kam të dekoloruar, i kam flokun shumë të ashpër vet. Edhe i duen sa më shumë vajra. Mora këtë këtu. Gjithashtu tek Welli, mora edhe këto farcoletat që merren kështu, edhe i dua që t'i mbaj tek tualeti, që kur laj fytyrën të përdor këto dhe mos përdor më peshqirin, sepse mendoj se mbase peshqiri duke qëndruar në tualet i varur, mund t'i bien pluhura edhe mund të ketë mikrobe për fytyrën dhe mund të shkaktoj
shputra, kështu që mora këto këtu, kanë 80 copë, ishte 1700 lekë, edhe besoj se do t'i provoj në fakt, të shikoj se si do jetë fytyra ime. Besoj se do jetë okej. Gjithashtu, doja të merja, u futa te Konadi, gjithmonë te Konadi marrë ndonjë gjë që është e veçantë, që nuk e gjejmë te këto marketet e tjera, edhe pse janë pak si shumë të shtrenjta, marrë vetëm ndonjë gjë që ma zë syri dhe që më pëlqen. Mora këtë brumin e pitës, duke qenë se kam vendosur fasulet në ujë që mbrëm në darkë, nuk i kam zjer akoma, ora është 3 e drekës, edhe nuk më del koha që të rri tani të zje fasulet. Do t'i zje fasulet, por për nesër, dhe këtë brumin e picës do t'a përgatis për në darkë, ndërkohë tani për drek kam bërë speca me gjiz, i kam bërë që dje, edhe kam akoma. Mora dhe këtë miksin e djathrash, që është me pecorino në fakt, thot mix al pecorino, është ky djathi që dua ta kem për pastat kur i përgatis. Gjithashtu mora këtë millin e misrit të verdh, duke qenë se pas nesër të premten është dita e verës dhe të përgatisim ballokume. Nuk maj mend nëse ja u kam treguar këtu në YouTube se si i përgatis ballokumet, por në Instagramin tim të shokolatieri, që po ja u lë emrin këtu, e keni një reels të përgatitjes së ballokumeve. Do t'i përgatisim dhe këtë vit, por do t'i zbresim pak gramaturat e përbërësve, se nuk duaj që të bëj shumë, se s'ka kush i ha. Dhe kështu, nesër do t'i përgatisim ballokumet. Sot do bëjmë vetëm picën për darkë. Gjithashtu, tek rrugë Elbasanit është një që ka fruta perime dhe më pëlqen shumë cilësia e fruta perimeve që kanë, pastërtia që kanë aty. Edhe mora majdanoz, mora edhe koper, do t'i laj, do t'i thaj mirë, do t'i presim, do t'i vëm në ngrirje që t'i kem. Gjithashtu mora edhe një avokado, ai avokado në fakt, këto që fillojnë të zbuten pak, i bën me ulje çmimi, edhe kjo ishte 1000 lekë, mora vetëm një copë për ta ngrënë nesër, ose pas nesër, se më shumë ditë nuk besoj se shkon, po është më mirë kur marr nga një kokër edhe i konsumoj brenda ditës, se sa të marr shumë edhe të më prishen kohë. Këto ishin të gjitha gjërat që blevëm, tani duhet i vendos në përvende, të ndrohem dhe të ham drekën.
mëngjesi nga dita tjetër. Sot e kemi ditën me shi, edhe nuk e di se si më ka ikur mëngjesi, por kam përgatitur një reels tek Instagrami im Shokolatier, ku ju mund të shkoni dhe ta shihni. Përgatita mëngjesin, siç e pat bëra një avokado toast, diçka të tillë. Edhe kisha menduar që sot s'do dal nga shtëpia, duke qenë se është shumë shi dhe tani për momentin ka pushuar. Thash do ri në shtëpi, do përgatis këto video që kam për Instagramin, do editoja edhe videon e YouTube-it që do e përfundoj sot, edhe do përgatisja ballokume, do bëja një dush, edhe me mendjen se do ri në shtëpi, por nuk e di pse ndjehem keq tek vetja ime kur nuk bëj atë gjën që duhet ta bëj edhe që është pasioni im. Kështu që ora është 12:10, do të çohem, do bëhem gati shpejt e shpejt, as nuk do lyhem as një lloj gjëje, thjesht do vendos hidratuesin dhe kremin e diellit, do kap flokët dhe do shkoj tek praktika. Dhe fati im i mirë është që e kam afër shtëpisë, nuk e kam vetëm 5 minuta larg me autobus, kështu që është e kot të ta humbas ditën e sotme dhe mos të shkoj. Pavarësisht se nesër do shkoj prap, por dua që të shkoj dhe sot, të mësoj ndonjë gjë aty. Edhe kështu. Tani do çohem, do bëhem gati dhe do iki. Dhe kur të kthehemi, do përgatisim ballokume, do t'i nxjerr të gjithë përbërësit që t'jenë në temperaturë ambienti. Kur të kthehemi do bëhem ballokume, do bëjmë picën që dje nuk e bëra në darkë sepse isha shumë e fryrë dhe nuk doja të haja. Kam hyrë vetëm një mollë dhe ajo molla më bëri esëll, me thënë të drejtën, por arrita ta ndaloja veten dhe mos të haja në një gjë tjetër. Kështu që tani po çohem përpara se të na nis në një shi tjetër, edhe të bëhemi gati dhe do shihemi pak më vonë. Nuk e di nëse do arrej të bëj dot në një video atje kur bëjmë ëmbëlsira, por nuk duaj që të bëhem me bezdisur apo të bezdisen të tjerët nga kamera, apo pavarësisht se unë kamerën nuk e marr aty, mund të xhiroj me telefonin. Por nuk e di, do shikoj po kapa ndonjë fragment, ndonjë gjë të lezetshme, çfarë do bëjmë sot. Tani po çohem edhe shihemi më vonë. Ja ku po shihemi prap, unë isha tek praktika siç e pat edhe tek një fragment që kisha kapur. Tani është momenti që të përgatis ballokumet. Në fakt unë provova pak ballokumet që kishin bërë aty tek pasticëria, dhe ishin shumë të mira. Gjithashtu edhe vjerri im ka sjell ballokume nga Elbasani, ato tradicionalet fare të mirat, edhe ishan me dy mendje ti përgatis apo mos ti përgatis. Por duke qenë se ju thash llafin që do i bëja, do përgatisim ballokumet, do përgatis shumë pak. Këtu kam nxjerr gjalpin me freskët edhe vezët e fshatit, i kam nxjerr që kur kam ikur, që ju thash. Edhe tani do t'i marrim të gjitha, do t'i peshojmë dhe fillojmë nga përgatitja e tyre. Gjithashtu kam vendosur në një tas me ujë edhe finj me f, edhe do ta kullojmë që ta kemi gati për ballokum. Atëherë do na duhet 125 gram gjalp. Ju në qoftë se doni të bëni më shumë, mund t'i dyfishoni masat, por unë nuk dua të bëj shumë se vetëm jam. Edhe sa do që të ha, sa do që t'ju jap njerëzve që njo, mjaftojnë. Këtu kemi gjalpin, të cilin do ta shkrim, edhe ta kemi gati. Do të na duhet, ndërkohë, ta shikoj, recetën e kam bërë vjet, e kam bërë tani screenshot nga postimi im, më përpara kam përdorur 4 vezë, tani do shtojmë 2 vezë, 2 janë mjaftueshëm. Do na duhet 200 gram miell misri të verdh, 50 gram miell gruri dhe 150 gram sheqer. Tani po i marr t'i peshojmë të gjitha dhe vazhdojmë me hapa. Tani do fillojmë nga puna. Kam marrë këtë tasin që është ky e aluminit. Tas bakri nuk kemi, kështu që me këto që na gjenden do përgatisim ballokumet. Atëherë këtu kemi 150 gram sheqer, kam 50 gram miell gruri, miell përdorim për të gjitha përdorimet. Këtu kam miellin e misrit të verdhin, kemi dhe këtu kam shkrirë gjalpin që është 125 gram.
Ndërkohë kam edhe 2 kokrat e vezëve këtu, janë vezë fshati, dhe pak finj. Nuk e di sa do t'i shtoj nga kjo, sepse te receta që kam bërë vjet nuk i kam shtuar, sepse s'kisha ku ta gjeja në Finland, por tani me që kemi finj, do t'i shtoj pak, sepse besoj kjo ja jep atë shijen edhe kur ballokumi ndahet ose kur e ha që e ke tek goja, ka atë ndjesin që është si zhavor. Dhe fillojmë tani nga përgatitja e këtyre. Ju e dini që unë kam ngelur pa mikser, edhe në shtëpi kam këtë mikserin, i cili është vetëm me një kokë. Se do thoni ju, sepse anën tjetër ja kemi thyer, dhe do mundohem, besoj se do bëhen, sepse pak përbërës kam, t'i bëjmë ballokumet me këtë mikserin e vogël. Tani po filloj direkt nga puna. Si fillim, do të shtojmë gjalpin, i cili është i shkrirë, dhe është akoma i nxehtë, por ne derisa ta punojmë bashkë me sheqerin, gjalpi do arrit të shkrihet dhe më pas do t'i shtojmë vezët, pasi ena kur ne po bëjmë ballokume të jetë e ftohtë. Domethënë mos jetë më e nxehtë siç është tani që u kam shtuar gjalpin e nxehur. Pra shtojmë sheqerin dhe vazhdojmë nga puna. Kështu duhet të duket kremi për ballokumet, përpara se ne t'i shtojmë mielin e misrit edhe mielin normal. I kam rahur nuk e di se sa minuta, por sa më shumë t'i rrihni aq më të mira dalin. Domethënë shikoni pak ngjyrën e verdhë nga vezët e freskëta dhe nga gjalpi i freskët që kam përdorur. Tani do t'i shtojmë, ta ngre pak kamerën sepse e kam pak poshtë. Tani do t'i shtojmë mielin e misrit edhe mielin normal, por përpara se t'ja shtojmë do ta sitim pak mielin normal dhe mieli i misrit, që mos na ketë. Për masat që unë ju thash, dalin 6 ballokume në mallësi mesatare, sepse këto do fryen në furr. Tani do e ndezim furrën dhe do e ngrohim si fillim në 180 gradë deri në 200, por unë do t'i vendos në 180 gradë sepse varet nga furra që ju keni. Dhe i pjekim derisa ato të jenë plotësisht të pjekura, domethënë shihen me sy, por mund t'i provoni edhe me ato kunjat e dhëmbëve për të qenë të sigurt. Pasi ballokumet janë duke u pjekur në furrë, këtu te kjo drasa e gatimit kam përgatitur të gjithë përbërësit që do i vendosim picës. Brumin e picës ja u tregova dje se cilin kisha bler. Përpara se të bëjmë mbylljen e këtij vlogut,
Doja t'ju tregoja se si kanë dalë ballokumet, nuk i kam provuar, thjesht i kam lënë jashtë edhe i kam mbuluar me këtë pecetën e holl. Të shohim pak se si kanë dalë në shije. Në pamje nuk janë më të mira që unë kam bërë, por t'i shikojmë në shije. Kjo është bërë pak si një formë e çuditshme, por janë shumë të buta dhe shihen edhe nga brenda se si janë. Por po i provoj vetëm pak për ju, sepse sapo kam ngrënë picën, e cila ishte super e shishme dhe u sugjeroj të blini atë petën e gatshme të picave në Konat, sepse kam provuar dhe të supermarketeve të tjera, por thahen edhe bëhen shumë të shpifura, kurse ajo ishte shumë e shishme. Nuk e keni den shijen e gjarpit dhe të vezëve të freskëta. Kanë dalë pak si të holla, por nuk ka rëndësi, janë shumë të shishme dhe ja u sugjeroj që t'i përgatisni edhe ju në shtëpi. Dhe kjo ishte java ime, këto janë gjërat dhe se si e kaloj unë përditshmërinë time tani këtu në Tiranë. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer edhe bashkë të shihemi në video të tjera akoma dhe më të bukura. Mos harroni të bëni një subscribe, like ose koment çfarë ju të dëshironi dhe bashkë të shihemi në një vlog tjetër. Paçi!